Po pra, mi se mi dashur, jemi rikëthy prap në pjesën e dytë të emisionit, që ashtu që edhe ju kemi paralajmëru në këtë pjesë, kemi mesafirin në studio, është një mek i joni, por një mek edhe një shok i joni, është Fatos Berisha, i cili vjen si drejtori Prishtina International Film Festival, kemi shka me folin Fatos, mirë se erdhe në planet. Dhe Fatos, kënaqësimet pas. Gjitha, thanks për ftesën. Kënaqësimet pas këto, kënaqësimet pas që je mirë, kallëzom qysh po shkon puna, as je mirë, se çaj vizit kukës për që bune pak, atë si mira, kalzona nëse nuk je mirë. Jo, shko këtu 4-4 me hypteri këtu më... Aj, se s'ka lidhe, se t'ka ra mirë me pushut, jam edhe me pushut, po nuk është letë gjithkund, nuk është rafsh gjithkund. Jeta nuk është interesant, se është drejt rafsh. E vërtet. Unë gjithmonë kënaqësi me ardhen e Urban FM dhe unë e mojmen pej ditëve të para Urbanin edhe për mu. Urbani është, më thonë, pjesë e këtij veni edhe unë e konsideroj si një farë shtëpi teme. Po çfarë do na po të konsiderojnë, ata na ka ardhur bobi të shtëpia. Ato se kemi folë për dy programe të Prifesit, dy programe që zhvillohen pak më herët, tash e dim që Prifesi nuk është më një festival i cili është i fokusuar vetëm një herë gjatë vitit, por shtrihet goxha mirë brenda vitit. Po flasim për produksin e Pri Globalin, janë dy pjesë të Prifesit të cilat zhvillohen pak më herët, njëna që fillon sot ka pas javën e kaluar për shkak të motit edhe ato, për shkak të motit nuk ka mujt me u realizu, po kjo është produksi, por do të flasim edhe për Pri Globalin, i cili zën vend më një herë gjatë muajit të gusht, ka ditë të caktuar për muajin gusht, apo na po fokusohemi pak te produksi që tash e ka marrë një farë shtëpie më thonë se është edhe në Ajvali që është krijuar një kinema goxha interesante, herën e kaluar kom qenë pjesë e produksit, ku është shumë atmosfera e mirë aty. Kallëzom qysh po nihesh edhe qysh janë me përgatitjet, a ke stres mas pari për me dash me shty datën për shkak një stuhi? Po, qysh e thena patëm me fillu javën e kaluar me Pridoksin, po qatë ditë ka ajo e hanja, kur boja stuhia në kretë Kosovë, në fakt kretë Ballkanin. Stuhia e papritur. Stuhiu. Për stuhiu, për të marrë të na kanë lajmëruar, pa në nerv. Na befasoj, ke goxha keq se boni rrotulloj sa kjo është në open air cinema, pra në qiellin e hapur, pra do të filma shfaqen aty, kështu që ishte pamundur me realizu. Po, bo viti katët që jemi të funksionu në mënyrë të tillë, pra që Prifesti ka aktivitete gjatë këtë vitit të ndryshme. Tash që 2 vjet jemi këtu edhe me këto dy aktivitete që janë production filmat dokumentar, pra këto seksione filmat dokumentar kena bo si ditët e filmit dokumentar, pra është event në vete, një farë mini festivali. Edhe Pri Global që në këto filmat e metrazhit gjatë ndërkombëtar, për të këtë botës, filmat artistik të ri, se mandej Prifesin e kena fokusu veç të filmat e gjatë balkanik. Ajo është main competition. Kështu që këto dy programe i kena, si më thoni, kena qitë prej Prifesit madhe dhe kena zhvendos verës për në qenë eventet verore. Po që edhe me pas mundësi ma shumë me pas fokusin të filmat balkanik. Atje fokusin me të filmat balkanik, ndërsa publiku të japin një mundësi që verës në Prishtinë me pas një event filmik në open air ku flat një lokacion super të edhe atje në altë. Që është rregulluar sunajt, është freskët, edhe mujnë me po filmat mirë, dhe më tonë artistike dhe dokumentarë, kështu që sidomos për publikun tonë, po edhe për këta diasporën që vinë është një mundësi ekstra. Po këta po më duket gjatë verës siç nuk po këshirin veç muzikë. Veç xhelin me ulshu edhe u kry. Se filmat pilon, po më duket filmat pi kryn atje gjatë vitit. Po nuk ka lidhje, mundësinë e kanë për të dashur me ardhur dhe me hip hop. Po flasim për 3 ditë festival, për 3 ditë shfaqje të filmave, a mos të thonë edhe kështu festival, një mini festival në vetë. Po mini, po. Festivalinjo. I shkurt aty. Tregom për këto 3 ditë çish po bëhet planifikimi, sa filma dokumentar kanë më shfaq, prej cilës orë shfaqen, edhe çish bëhet pak a shumë selektimi i shtynë filmave dokumentar të cilë luhen në Pridok, sa një dalim edhe platën edhe për Pri Global. Po, për 3 ditë ishte ideja 3 filma më shfaq, për name sepse filma shfaqen për kur ersohet, normalisht djelit edhe kemi mdu që tjetë një film edhe se mos të ngarkojmë me shumë edhe po bëhet goxha fresk pasaj më vonë atje me te edhe kështu që një film besum për një natë është
mjaft. I mjaftueshëm. Po edhe ka para filmit të muzikë, kështu është perëndimi i diellit i bukur me drinks, kështu që është një atmosferë kështu relaksuese. Pra 3 filma për nga një natë. Fakt sot dhe nesër do të jenë 2 filma për shkak të motit keq që ishte dje. Moti keq, Pridox do të kujtohet për motin e keq. Po për zotë, interesanta. Edhe sonte shfaqen 2 filma. Janë premiera të gjitha, është një film i dokumentar i Kosovës e një i Shqipërisë. Okej. Fillojmë ato Shqipërisë, që është shumë film interesant. Ka titull në anglisht We Play With Our Hearts, në shqip nështë mund me qenë luaj me gjithë zemër, po. Edhe është ka bënë një djalë i ri i Tiranës, i cili fatkeqësisht nuk mundet me ardhur se është tash në Angli. Po një film që është për rock and rollin e Kosovës edhe të Shqipërisë. Okej. Edhe unë për vetin, me thonë drejtën, jam kënaqur të e pa. Edhe unë mas edhe vetë një marrë me muzikë. Pjesë rock and roll, tu pona në xhapi. Elektrik i ka. Tash me ekzistuar tash me tu pona elektrik. Okej? Edhe pse unë s'jam në atë film po mendoj. Shumë keq. Kena më anë. Çdo ka një mangësi. Edhe mangësi të mëdha. Sa ka pas dje karoshi. E kom nam. Test jam unë. Ama ai ka bërë shumë mirë, shumë interesant. Atë e ka pasur historinë e rock and rollit, pra për vitet 70 ai këne. Edhe ti e shën bazë rock and rollit zhvillimin edhe të Kosovës dhe të Shqipërisë, po të ndryshme, do të thonë shoqëni zhvillime të ndryshme, mënyra të ndryshme të jetesë muzika e ndryshme, ndikimet, problemet politike. Përmes rock and rollit i ka prezantuar, më thonë. Edhe është një film shumë nice për këtë neve, po ne është shumë, nuk është i gjatë 42-3 minuta, kështu që me të e hapim. Mandej një film i Kosovës, këta janë dokumentarë gjithë, po Golgota është për një piktor të pes, i cili gjatë luftës ju kanë të ushtria paramilitar serb ja kanë deformu veprat artistike, po ja kanë shky me thika, ja kanë prej, ja kanë... Edhe ai ka rujt ato, do të thonë, i ka... Veprat, edhe ka fillu mi ripunu, edhe është një, përmes, ajo është gjallë, fatmirësisht, dhe pastaj... A vjen sot? Po vjen. Sa mira, përshet apo me njëri tjetër. Po, kështu që super do tjetë, edhe unë mezis përpres me pa edhe atë piktorin, edhe kështu që ai filmi dytë është pra kjo Golgota, edhe me këtë kryet sonte programi për sonte. Mandej nesër është edhe filmi i tretë i Pridoxit që është Hair Paper Water, mos ja voj, është film po Hair Paper Water, është film e Belgjikës, Francës dhe Vietnamit. Okej. Është shumë një dokumentar mirë, interesant. Po ka një film që ka pas një udhtim kozat mirë për festivalin ndërkombëtare në këtë vit, është film i ri. Është muzika bosa 2025, po 2025-s. Është shumë film i mirë, është film i gjatë dokumentar, flet për një gjuhë që është duke u humbë në Vietnam. Okej. Pra është një grua e cila është ndoshta e vetmja aty që e din që flet atë gjuhë, edhe mundohet me rujt, edhe mundohet me përhap të nipat edhe mbesat që mos më hup, është si me thonë mohikana si i fundit i asoj gjuhë. Shumë filme, është edhe i dhimshëm. Kogja i dhimshëm, do të më konë se ju thot në ajsan se marim vesh. Me titra. Jo, me titra për neve. Po dhe me neve më do. Këna na për Kosovës për një kuptu titra. Para me do ata atja që fundit. Do më thonë ko ka një program kogja i mirë, tas për një 2 ditë me ardhë me filma, dhe kështu idea dhe koncepti për mos me rënu shumë. Sa ora nis edhe se the e përmend pak një koktel me pije, pak një pije aty, ma shumë tërheqje çfarë të pije. Na ardhmë pi pak pije, pak muzikë. Na në filmin ke. Është faktikisht na e kemi bërë që periudhë steti presin, si më thonë njerëzit, si më thonë hapet ajo eventi. Deri non, është ajo drinks edhe sunset, që kemi bëna se vërtet e ka një pamje fantastike. Duket Prishtina e gjysa e Kosovës edhe perëndimi i diellit. Edhe për I drink bot aty, edhe një muzike për zgjedhën për i lekës. Se gjithë normal. Ja po dorën për këtë punë. Na është në anguti kot. Edhe më herët i ka. Se gjithë na ngan, sa përmenim na herë kur shkruan, është në angu. Edhe mund ta sigurisht më kritikon se më përmend.
Babi pse më përmend. Një ditë që tash du me thonë, tash kam kritiku për çfarë që kam thonë tash. Unë se ai i udhëheq këto rrjetet tona sociale, edhe unë e kam çastin unë si drejtor. E kam çastin. Unë do ai që çastin. Çfarë më kam thënë? Edhe një ditë ai ke i smut, diçka ishte me një virozë edhe unë e kurseva dhe unë mora e postova vetë diçka. Edhe një muzikë aty që shkon background. Kur kom sa nesër tha, mundova që muzikë me ka katastrofa që është kjo. Po, ja, kritikoj domosdoshmë. Po se tash edhe ajo bob. Tash edhe ai mendon që mundon me kritikua, po kupton se tash u bob, po pozit. Baba të e kritiku babën. Unë e kërkova falje, thashë që tjetër herë morë. Babi vazhdo të me tue, vazhdo të ju baba të ri, vazhdo një me tue. Tas, po flasim pak edhe për Pri Global, se edhe Pri Global është gjë interesante dhe vinë në dy periudha mujore të afërta, një mas një. Kjo vjen me datën 8 deri me datën 10. Në fakt ishte 9-11, mos gabosh. Është 9-11, po mbajt. Po se kena lëvizur ato data. Është 9-11 gusht. Ta mani bjan për ditëlindje ta me 10-ën e kom ditëlindjen, një film me anë me këshirë për ditëlindje, film gjatë. S'ko ta arresh ditëlindjen se baba e me ka pas. Me 10 gusht. Edhe motra e me Dona. Dona ka me 10 gusht, edhe unë me 10 gusht, farë Joana fantastik. Joana, fantastik. Trio Joana. Po, e desha unë që ka me konë ditëlindje madhe. E desha që një ditë kanë me mprit me film për ditëlindje. Mande aty drinks free aty. Ditëlindje bele është, Nisi prej stashme festu, masi ka qashtë. Po flasim pak për Pri Global edhe kjo një sektor tjetër i Pri Festit për gjatë vitit. Apo na tregon pak më shumë për Pri Global, edhe pse na e dim, po kom qef për ata që janë të nangu në radio me marrë më shumë informatë. Po edhe kjo është një program që kena, si me thonë, lëviz prej Pri Festit, e kena nxjerr jashtë edhe është tash bashkë me Pridox janë si dy festivalinje të vegjël. Këta janë filmat artistik metrazhi të gjatë, që janë, që më thonë, filma shumë të suksesshëm ndërkombëtarisht, që na në Pri Fest për shembull nuk kena dashur me shfaq, sepse aty po dojmë në Pri Fest me lënë për filmin ballkanik, po me qenë competition, me qenë fokusi i madh, kështu që kena lëviz këtu. Edhe është pra sikur Pridoxi një mundësi më shumë për qytetar, për neve, për filmofilat, për me pa filma që nuk ishe asë në kinema këtu të nasë për televizione, domethënë është vështirë me i pa. Jo filma që rrugtojnë për festivale. Po, jo kryesisht filma festivales, rrugtojnë edhe që janë nuk është lehtë me pa asë kështu në mënyrë pirate, që janë po janë filmat mirë, po mundohemi me zgjedh filmat që janë vërtet që kanë pas një sukses në për festivale, po i kanë do vula mira. Kështu që për Trinet, njëjt 3 filma, se ata janë gjatë anyway, për të njëjtën kohë, edhe që harrova me thonë, edhe për Pridox e Pri Global është hyrja gratis. Do thot nuk ka nevojë për me pagu për film. Jo pijet pa fare. Jo pijet. Për ty po, kur ke ditëlindje. Për ditëlindje. Po shkoj ditëlindje, vetë. Se apo ditëlindje. E sonte pak një koktel i vogël, është aty. Kështu që me datat mandej 9-10-11 i vjen hane e martë me kure për Trinet. Për çdo natë ka po në filma njëjtin vend, po në edhe. Sofali po. Kështu që kjo është ajo, nuk i shpalosi tash filmat, sepse e kemi lënë më vonë me po. E kemi përzgjedh. Janë filma, po them, shumë të mirë, janë filma të vërtetuar të Vullos, me vula po stile, janë me vula po stile. Kështu që për ata që janë njerëz dashamirë kështu të filmofila, i ftoj edhe është veni është shumë nice, është shumë freskët, janë karikat e mira, kolla si beanbags më shtrime po. Po ta më të tonë më ardë, merë atë shoqën në shko sa të qënë një film. Mirë e tha, merë atë shoqën në shko. Po se me mua dashte me mua. Jo me ty, jo se ti ke shku fitness, ti ke me ushtru fitness. Dashte me shku me mua. Ti ke me ushtru fitness. Ora, me këshyr film, i kena dorë rrugë. Jam tash edhe maj fuqeshëm. Projektorin e mon në kom.
Po m'duket që këto informata janë kogja të mira edhe të nevojshme për ata që dojnë me pa filma edhe sa i përket produksit edhe pri globale. Faleminderit shumë për kohën që e ke gjetë. Thanks shumë dhe juve që më dhatë këtë mundësi që me informu njerëzit. Pra sot dhe nesër Pridoksi, pri Global prej ngusht 19-11 dhe mandej pri festi i Malaj. Pri festi kryesor, Balkaniko. Po, Balkaniko është mandej në shtator prej 8-13, pra java 2 të shtatorit. Edhe mas pri festit i kemi do aktivitete me studenta, me tri do që i kemi kështu do, po kur vjen koha për se cilën ka marrë, po ata tani garant s'ka më kohë na i çon Armendin. Tani garant sa Armend. Sa surprizë ku ta. Sa surprizë na pse prit Armend, jo, që vjen drejtori, vëlla. Çfarë normë. Faleminderit shumë. Grazie, Grazie, diskutuar me ti. Thanks shumë.